Trupi yt është makineria më inteligjente që ekziston. Një sistem i ndërlidhur ku asgjë nuk ndodh rastësisht. Ai nuk flet me fjalë, por me sinjale. Shpesh, ne injorojmë këto shenja duke i quajtur lodhje, stres ose thjesht pjesë e moshës, por nën sipërfaqe, qelizat tona mund të jenë duke bërtitur pëndim. Ky tekst do të jetë udhërfyesi yt i detajuar, një eksplorim i thellë i mekanizmave mbrojtës dhe paralajmërues të trupit të njeriut. Ne do të analizojmë çdo nuancë, nga ndryshimet më të vogla në lëkurë e deri te rajet e fshehura të zemrës, për të kuptuar se kur një shqetësim i vogël është në fakt një alarm i kuq. Ndryshimet e pashpjegueshme në peshë dhe metabolizëm. Shumë njerëz gëzohen kur shohin se peshorja tregon më pak, pa pasur nevojë të mbajnë dietë apo të djersin në palestër. Megjithatë, humbja e peshës pa asnjë përpjekje të vetëdijshme është një nga shenjat më serioze që trupi po dërgon. Kur humbet më shumë se pesi të peshës tënde trupore, brenda një periudhe 6 mujore, pa ndryshuar stilin e jetesës. Ky nuk është fat i mirë, është një anomali fiziologjike. Sistemi endokrin është shpesh fajtori i parë. Gjëndra tiroide, ajo flutura e vogël në qafën tënde, kontrollon shpejtësinë me të cilën digjet energjia. Një hipertiroidizëm i fshehur mund ta kthejë motorin tënd të brendshëm në një shpejtësi maramendse, duke djegur kalori dhe muskuj njëkohësisht, por nuk ndalet me aq. Humbja e pashpjegueshme e peshës mund të jetë një shenjë e hershme e diabetit të tipit 1 ose 2, ku trupi nuk mund të përdorë sheqerin si karburant dhe fillon të hajë veten, duke djegur dhjamin dhe proteinat për të mbjetuar. Në skenarët më të rëndë, ky fenomen lidhet me proceset inflamatore ose malinje. Qelizat anormale kërkojnë sasi të stërmëdha energjie për të rritur, duke vjedhur lëndët ushqyese nga pjesa tjetër e trupit. Prandaj, nëse pantallonat po të rinë pa pritur të gjera, mos festo menjëherë. Dëgjo se çfarë po përpiqet të thotë metabolizmi yt. Lodhja që nuk ikën me gjumë. Të gjithë ndihemi të lodhur pas një dite të gjatë pune apo një nate pa gjumë. Por ekziston një lloj tjetër lodhjeje, një lodhje dërmuese, shteruese, që të bën të ndjehesh sikur po ecën nëpër baltë edhe pasi ke fjetur 10 orë. Kjo njihet si lodhje kronike patologjike. Kur trupi yt po lufton me një infeksion të fshehur, një gjendje autoimune ose një problem kardiak, ai rikthen gjithë energjinë drejt mbijetesës. Zemra mund të jetë duke punuar me mbingarkesë për të pompuar gjak nëpër arterie, që mund të jenë të ngushtuara. Nëse gjem veten pa frymë pasi ngjit vetëm disa shkallë, ose nëse dremitja e pasdites nuk të jep asnjë fuqi, kjo është një shenjë se rezerva jote energjetike po vjen nga diçka që nuk duket me sy të lirë. Gjuha e lëkurës dhe e thonive. Lëkura është organi ynë më i madh dhe shpesh shërben si ekrani ku projektohen problemet e brendshme. Një nishan që ndryshon formë, ngjyrë apo fillon të kruhet nuk është thjesht një problem estetik. Melanoma është një nga format më agresive, por nëse diktohet në kohë përmes këtyre sinjaleve, ajo është plotësisht e trajtueshme. Po thonjit, shumë pak njerëz i shikojnë thonjit si mjet diagnostikues. Thonjit në formë shkopinj, kur majat e gishtave fryhen dhe thonjit lakohen poshtë, mund të jenë tregues të mungesës kronike të oksigjenit, shpesh e lidhur me sëmundje të mushkërive apo të zemrës. Një vije erët nënthua, zverdhja e vazhdueshme ose thonjt që thyen shumë lehtë. Të gjitha këto janë telegrame që mëlçia, veshkat ose sistemi yt ushqimor po të dërgojnë. Ashtu si një detektor i hollë që nuk gënjen kurrë, sistemi yt nervor dhe ai kardiovaskular fillojnë të lëshojnë sinjale që shpesh ne i ngatërojmë me luhatjet e tensionit apo me lodhjen e syve nga ekrani. Por, kur marramendja nuk është thjesht një rrotullim i shkurtër koke, por një ndjesi sikur bota po humbet ekuilibrin, trupi po të tregon se diçka në qarkullimin e gjakut ose në veshin e brendshëm nuk po funksionon siç duhet. Heshtja e rrezikshme e shikimit dhe marramendja. Shikimi i turbullt që vjen e ikën, ose shfaqja e mizëve, pika të zeza që lëvizin para syve, nuk duhen neglizhuar kurrë. Syt janë dritarja e vetme, ku mjekët mund të shohin enët e gjakut pa prerje. Nëse vëre një humbje të papritur të shikimit periferik, ose nëse për një moment të duket sikur një perde e zezë po bie mbi njërin sy, ky është një emergjencë absolute. Mund të jetë paralajmërimi i parë i një goditjeje në tru, stroke, ose një bllokimi të arteries karotide. Marramendja, vertigo, që shoqërohet me fishkëllim në vesh, mund të tregojë për probleme me presionin intrakranial. Megjithatë, ka një lloj tjetër marramendjeje, atë që ndodh kur ngrihesh shpejt. Nëse kjo përsëritet shpesh, zemra jote mund të mos jetë duke pompuar mjaftueshëm gjak drejt trurit.
një shenjë e mundshme e aritmive të fshehura ose dëmtimit të valvulave të zemrës. Trupi po të thotë, nuk po arrit të furnizoj qendrën e komandës me oksigjen. Gjuha e heshtur e gjoksit dhe krave. Shumë njerëz presin që një problem në zemër të manifestohet me një dhimbje therrse dhe dramatike në mes të gjoksit. Realiteti është shpesh shumë më i fshehtë. Ndonjëherë është thjesht një ndjesi rëndese, sikur dikush po të shtyp me dorë mbi kraharor, ose një djegje që ngjitet drejt fytit dhe nofullës. Kjo e fundit shpesh ngatërohet me urthin ose problemet me stomakun, por nëse ndodh gjatë sforcimit fizik dhe largohet me pushim, është angina pestoris, një klithme e zemrës për më shumë gjak. Mpirja e krahut të majt është shenja klasike, por mos u gënje. Edhe mpirja e krahut të djathtë ose një dhimbje e pashpjegueshme midis shpatullave mund të jetë tregues i një stresi kardiak. Gratë, në veçanti, shfaqin simptoma atipike. Ato mund të ndjenë thjesht një përzierje stomaku, këputje të pashpjegueshme ose ankth të fortë pa asnjë shkak të dukshëm. Ky është momenti kur trupi po përgatitet për një stuhi dhe çdo minutë vlen. Ndryshimet në zakonet e tualetit, sinjali i sistemit të filtrimit. Mund të duket një temë tabu, por ajo që lëm pas në tualet është një raport ditor mbi gjendjen e organeve tona të brendshme. Mëlçia dhe veshkat janë pastruesit e mëdhenj të helmeve. Nëse urina jote ka marrë një ngjyrë shumë të errët, si çaji ose bira e zezë, pavarësisht se pi ujë, mëlçia mund të jetë në vështirësi serioze për të procesuar bilirubinën. Në anën tjetër, ndryshimet e papritura në frekuencën ose formën e jashtëqitjes që zgjasin më shumë se 2 javë, kërkojnë vëmendje imediate. Nëse vëren se jashtëqitja është bërë shumë e hollë, si laps, kjo mund të tregojë për një bllokim fizik në zorën e trashë. Trupi po të paralajmëron se rruga është e zënë dhe se sistemi i eliminimit të mbetjeve po dështon. Gjaku, qoftë i kuq i ndezur apo i zi si katrani, nuk duhet konsideruar kurrë si thjesht hemoroide, pa një kontroll të specializuar. Përveç sinjaleve që mund t'i shohim apo t'i ndjejmë si dhimbje fizike, trupi ka një mënyrë tjetër, më delikate, për të treguar se po lufton me një armik të padukshëm. Rregullimi i temperaturës dhe reagimi i sistemit limfatik. Këto janë procese që ndodhin në prapaskenë, por kur ato dalin në sipërfaqe, zakonisht do të thotë se mekanizmat mbrojtës janë në mbingarkesë. Djersitja e natës dhe luhatjet e temperaturës. Të gjithë mund të djersim nëse dhoma është e ngrohtë ose nëse i organi është i trashë, por djersitja e natës për të cilën trupi të paralajmëron është krejt tjetër. Bëhet fjalë për atë lloj djersitjeje që të zgjon në mes të natës me çarçaf të qullur, aq sa të duhet të ndërrohesh. Kjo nuk është një çështje nxehtësie ambientale, është një përgjigje sistemike. Kur trupi përballet me infeksione kronike, si tuberkulozi i fshehur, ose me çrregullime hormonale serioze, termostati i brendshëm i trurit dëmtohet. Megjithatë, në mjeksi, djersitja e bollshme e natës pa pasur ethe gjatë ditës njihet si një simptom B, e cila shpesh shoqëron limfomat ose kanceret e gjakut. Trupi po përdor temperaturën për të sinjalizuar se sistemi imunitar është në një luftë të ashpër dhe po digjet nga brenda për të eliminuar qelizat anormale. Po ashtu, një temperaturë e ulët konstante, nën 36,5 e Celsius që shoqërohet me këputje, mund të jetë tregues si një hipotiroidizmi të rënd, ku motori yt jetësor po fiket gradualisht. Gjëndrat e fryra, rrojet e sistemit imunitar. Nëse prek qafën, sqetullat ose zonën e rrezës së kofshëve dhe ndjen gunga të vogla, të forta dhe që nuk dhembin, duhet të jesh shumë vigjilent. Nyjet limfatike janë filtrat e trupit ton. Kur ke një grip apo një infeksion dhëmbi, ato fryhen dhe dhembin, kjo është shenjë e mirë. Do të thotë se ato po punojnë. Por, rreziku i vërtet vjen nga gjëndrat që fryhen në heshtje. Një nyje limfatike që është e fortë sigur, që nuk lëviz kur e prek dhe që nuk të shkakton asnjë dhimbje, është shpesh shenja e parë që një tumor diku tjetër në trup ka filluar të përhapet ose që vetë sistemi limfatik është prekur. Trupi po të thotë se rrojet në kufi janë kapur dhe se problemi nuk është më lokal, por sistemik. Inflamacioni i nyjeve dhe ngurtësimi i mëngjesit. Shumë njerëz mendojnë se dhimbja e kyçeve është thjesht shenjë plakjes ose e lodhjes. Por, nëse zgjohesh në mëngjes dhe ndjen veten të ngrirë për më shumë se 30 minuta, ky nuk është konsumimi i thjesht kockash. Ky është inflamacioni. Sëmundjet autoimune, si artriti reumatoid, bën që trupi të sulmojë indet e veta, duke filluar nga kyçet. Nëse vëren se nyjet e vogla të duarve janë të fryra, të nxehta ose të skuqura, trupi po të paralajmëron se sistemi yt i mbrojtjes ka humbur rrugën
dhe po shkatëron shtëpinë e tij. Nëse nuk ndërhyret, ky inflamacion nuk ndalet te kockat, por mund të kalojë në enët e gjakut dhe në organe vitale si mushkëritë dhe zemra. Përtej dhimbjes fizike apo ndryshimeve të dukshme në organet vitale, ekziston një sferë tjetër ku trupi dërgon sinjale. Shëndeti mendor dhe aftësia për të përpunuar informacionin. Shpesh ne i quajmë këto si stres i tepërt ose thjesht një ditë e keqe. Por kur truri fillon të humbas mbretësinë e tij, ai po të tregon se mjedisi i tij kimik ose vaskular është i rrezikuar. Mjegulla e trurit dhe humbja e fokusit. Ndjesia e të qenit nën mjegull, ku fjalët nuk të vinë në mendje ose haron sepse hyre në një dhomë, njihet si brain fog. Ky nuk është një term mjekësor zyrtar, por një simptom e rëndësishme. Trupi po të thotë se ka një inflamacion sistemik që po prek neuronet. Kjo mund të jetë pasojë e një disbalans të rëndë të florës bakteriale në zor, e cila prodhon shumicën e neurotransmetuesve tanë, ose një mungesë kritike e vitaminës B12. Nëse kjo mjegull shoqërohet me ndryshime të personalitetit, për shembull, bëhesh papritur shumë nervoz ose shumë apatik, trupi mund të jetë duke reaguar ndaj një toksiciteti nga metalet e rënda, ose ndaj një rritje të nivelit të kortizolit që po shkatëron hipokampusin, qendrën e kujtesës. Kur truri ngadalësohet, ai po përpiqet të kursej energji, sepse diku tjetër në sistem ka një rrjedhje që duhet riparuar. Shenjat e fshehura në gojë dhe flok. Gojën shpesh e quajmë pasqyrën e shëndetit sistemik. Mishat e dhëmbëve që gjakosen sa herë që i lani, nuk tregojnë vetëm një higjen të dobët. Ato janë një portë e hapur për bakteret që të hyjnë direkt në qarkullimin e gjakut dhe të udhëtojnë drejt zemrës. Shkenca ka vërtetuar tashmë lidhjen e fortë midis sëmundjeve të mishave të dhëmbëve, periodontitit dhe rritjes së rrezikut për infarkt. Trupi po të thotë, bariera jote e parë mbrojtëse është thyer. Po ashtu, rënja e papritur e flokëve ose humbja e vetullave në pjesën e tyre të jashtme është një sinjal klasik i problemeve hormonale. Nëse flokët bëhen të brish dhe lëkura e kokës është e thatë në mënyrë anormale, ky mund të jetë një paralajmërim për mungesë hekuri, anemi, ose për një dështim të gjendrave mbiveshkore. Trupi i konsideron flokët si luks. Kur ai është në gjendje mbijetese, ai ndalon dërgimin e lëndëve ushqyese të flokët për t'i mbajtur ato për organet vitale si mëlçia dhe veshka. Edema dhe fryrja e kyçeve të këmbëve. Nëse në fund të ditës vëren se elastiku i çorapeve ka lënë një shenjë të thellë në lëkurë, ose nëse këmbët e tua duken si të mbushura me ujë, ky është sinjali i edemës. Trupi po të tregon se graviteti po fiton luftën kundër qarkullimit tënd. Kjo ndodh kur zemra nuk ka forcë të mjaftueshme për të tërhequr gjakun mbrapsht nga gjymtyrët, ose kur veshkat nuk po filtrojnë siç duhet kripën dhe ujin. Një provë e thjeshtë, shtyp me gisht zonën e fryrë mbi kockën e këmbës. Nëse gropa që krijohet qëndron aty për disa sekonda pasi e heq gishtin, kjo njihet si pitting edema. Ky është një alarm i drejt për dështim të mundshëm kardiak ose hepatik. Trupi po të thotë se sistemi i tij i drenazhit është bllokuar dhe se presioni brenda enëve të gjakut është bërë i papërballueshëm. Nëse trupi yt do të ishte një qytet i madh, sistemi frymarrjes dhe ai i shkëmbimit kimik do të ishin centralet energjetike dhe impjantet e pastrimit. Kur këto qendra fillojnë të dështojnë, sinjalet nuk janë gjithmonë dhimbje. Shpesh janë tinguj, aroma dhe ndryshime në mënyrën se si trupi yt ndërvepron me ajrin dhe ushqimin. Gërhitja dhe frymarrja e ndërprerë. Mbytja e heshtur. Shumë njerëz e shohin gërhitjen si një bezdi për partnerin, por mjekësia e sheh si një sinjal alarmi për trurin. Nëse gërhitja jote shoqërohet me momente ku ti harron të marrësh frym për disa sekonda dhe pastaj zgjohesh duke u mbytur, ti vuan nga apnea e gjumit. Gjatë këtyre sekondave, niveli i oksigjenit në gjakun tënd bie në mënyrë drastike. Trupi yt detyrohet të lëshojë adrenalin për të zgjuar e për të shpëtuar jetën, gjë që e mban zemrën në një gjendje stresi të vazhdueshëm gjatë gjithë natës. Kjo rrit rrezikun për tension të lartë dhe goditje në tru. Nëse zgjohesh me gojë të thatë dhe me një dhimbje koke që kalon pas një ore, trupi po të thotë se gjatë natës truri yt po lufton për ajër. Është një paralajmërim se sistemi yt i ventilimit është i bllokuar dhe se zemra jote po paguan faturë. Aroma e frymarrjes. Raporti kimik i organeve. Aroma e gojës nuk vjen gjithmonë nga dhëmbët. Ajo mund të jetë një indikator i drejt i proceseve kimike që po dështojnë brenda teje. Nëse fryma jote ka një aromë të ëmbël, pothuajse si fruta të kalbura ose si manikyri i thonive, aceton, kjo është një shenjë urgjente e ketoacidozës diabetike. Trupi yt
duke mos pasur mundësi të djeg sheqerin, po djeg djamin me një shpejtësi të rrezikshme, duke prodhuar ketone që janë toksike për gjakun. Në anën tjetër, një frymarrje që mban aromë amoniaku ose peshku mund të jetë tregues i dështimit të veshkave. Kur veshkat nuk e nxjerrin dot urren nga gjaku, ajo eliminohet përmes frymarrjes dhe djersës. Trupi po të tregon se impjanti i filtrimit është i bllokuar dhe helmet po qarkullojnë lirshëm në sistemin tënd. Ndryshimet në shije dhe dëshirat e çuditshme. A të ka ndodhur të kesh një dëshirë të papremshtur për të ngrënë akull, dhe apo edhe gjëra që nuk janë ushqim, si dheu apo letra? Ky fenomen njihet si pica dhe është mënyra e dëshpëruar e trupit për të treguar se ke një mungesë kritike të hekurit ose zinkut. Trupi po përpiqet të gjejë këto minerale kudo që mundet. Gjithashtu, nëse papritur ushqimet që dikur i pëlqeje të duken sikur kanë shije metali, kjo mund të jetë një shenjë e hershme e problemeve me mëlçin ose efekt ansor i një inflamacioni që po prek sistemin nervor. Shija metalike shpesh vjen nga rritja e niveleve të bakrit ose metaleve të tjera që mëlçia nuk po arrin t'i procesojë më. Sistemi i tretjes nuk është thjesht një tub që përpunon ushqimin. Ai është truri i dytë i njeriut, ku ndodhet 70% i sistemit imunitar. Kur ky sistem fillon të dërgojë sinjale kronike, ai nuk po ankohet vetëm për atë që hëngre në drekë, por po paralajmëron përgjendje që mund të prekin të gjithë organizmin, nga inflamacioni sistemik e deri te problemet e zemrës. Fryrja kronike dhe rebelimi i zorëve. Shumë njerëz e kalojnë fryrjen e barkut me një medikament të thjeshtë, duke menduar se është vetëm gaz. Megjithatë, nëse fryrja është e vazhdueshme dhe nuk lidhet me ushqime specifike, trupi mund të jetë duke sinjalizuar diçka më serioze. Te gratë, fryrja e vazhdueshme e shoqëruar me një ndjesë singopjeje të shpejtë është një nga shenjat më të hershme dhe më të shpërfillura të problemeve në vezore. Trupi po të tregon se ka një rritje të presionit brenda zgavrës abdominale. Në nivelin e mikrobiomës, fryrja mund të jetë treguesi SIBO, rritja e tepërt e baktereve në zorën e hollë. Kur bakteret që duhet të jenë në zorën e trash migrojnë lart, ato fillojnë të fermentojnë ushqimin para kohe, duke krijuar toksina që kalojnë në gjak. Ky rrjedhje e zorëve mund të jetë shkaktari i fshehur i dhimbjeve të kokës, lodhjes kronike dhe problemeve me lëkurën që kemi përmendur më parë. Urthi që nuk pushon, një rrezik për ezofagun. Nëse ndjen një djegje në gjoks pas çdo vakti, mund të mendosh se është thjesht aciditet, por urthi kronik, GERD, është një sinjal se valvula midis stomakut dhe ezofagut nuk po mbyllet. Ky acid që ngjitet lart nuk është vetëm i dhimbshëm. Ai ndryshon strukturën qelizore të ezofagut. Trupi po të paralajmëron për ezofagun e barret, një gjendje prekanceroze ku qelizat e ezofagut fillojnë të transformohen për t'i bërë ballë acidit, duke rritur rrezikun për komplikacione fatale nëse nuk trajtohet. Gjithashtu, duhet pasur kujdes me urthin e heshtur. Ndonjëherë nuk ke djegje, por ke një koll të thatë që nuk ikën kurrë ose një ndjesi sikur ke diçka të mbetur në fyt. Ky është trupi që të thotë se acidi po arrin deri në rrugët e frymarrjes, duke irrituar mushkëritë dhe kordat vokale. Ngurtësimi dhe humbja e reflekseve. Sinjali i sistemit nervor. Për ta mbyllur këtë cikël sinjalesh, duhet të kthehemi te kontrolli i lëvizjes. Nëse vëren se po pengohesh shpesh pa asnjë arsye, ose nëse dora të dridhet paksa kur je duke pushuar, sistemi yt nervor po humbet aftësinë për të koordinuar sinjalet elektrike. Humbja e nuhatjes, e cila shpesh ndodh vite përpara dridhjeve, është një nga paralajmërimet më të hershme të sëmundjeve neurodegenerative si Parkinson. Trupi është sistem i përsosur që nuk dështon kurrë pa dhënë shenja. Nga ndryshimi i shijes tempirja e këmbëve, nga aroma e frymës te cilësia e gjumit, çdo detaj është një rresht në ditarin e shëndetit tënd. Sekreti i një jete të gjatë nuk është vetëm te mjekësia, por të aftësia jote për të qenë një dëgjues i mirë i asaj që trupi yt po të thotë çdo ditë.